që të edukojme dhe edukimi shumë i dashur Altin përbën rime këmbje në shoqërisë, si që ka qenë, për shembull, si që ka qenë, flasim se e the një fjalë perl, që po të ketë zemra që janë mbushur me dituri, me falë që flasën në këtë formë, me falë se ju dua shumë, si që dua Altinin ju dua dhe juve, e tha një fjalë të i madhështore. Kush? Ti pra, a mendon që mungesa dietarëve okay. Kanë qenë njëri prej kolosëve të dijes islame, por që ka ndiqet edhe shumë fusha tjera. Dhe nëna e tij ja jep një sasi monetare parash dhe i thot për hir të Zotit biri im, mos gënje kurr. Biri im, ta thënë për hir të Zotit, kurr mos gënje, se je nis me marrë një dhurat të madhe, si që i thojnë dituri që ka një port nisjen dhe brigje nuk njeh kurr. Dituria ka vetëm një port, nisjen, po brigje s'ka kurr për ndalje. Dituria ka vetëm një port, nisjen, brigje. Por çfarë kishte që mos gënjej për çfarë? Ja i sekond, të dalim tek edukimi. Nënë, mbretëresh, me moral, me bestim dhe me dashuri ndaj krijuesit të universit. E ke amanet, thot biri im, kurr mos gënje. Dhe ja e pat sasi parash, dhe e vendos në karvan për të ikur në X qytet, për të një dietar shumë i madh, për të mësu shkencat. Udhtojnë, dhe në ato kohë ka pasin çdo kohë banditat e vetë shkretëtira. Si në filmin e Alibabas me 40 hajdut. Dhe u dalim përpara në prit. Hin, kontroll, gjithve. A ke? Jo, s'kam para. Kanë kontrollu, kanë gjetë para. Rife. Kap njërin, kap tjetrin. I thënë, po ti morçon, a ke në gjanë? Lajë masa i vogël, i thot. Jo thot, unë kam kaq dërhem, kaq denar me vete. I kore, i thot se bën, është fëmi i vogël, thot ai. Jo, thot, ja kam dhënë besen, nënë që unë nuk e gënjej. Thot, po unë kam kaq denar me vete. Thot njëri për i tyre, a i komandant i tyre, thot, ky fëmi i vogël, ja ka dhënë besen nanës dhe nuk e gënjej. Ani sepse në shket e tjerë, kam emocion kur flas për këtë pjesë. Ani sepse larg për saj. Ani sepse në shket e tjerë. Ani se i ndodhën presion, se fare let mund të gënjente. Po në besen që i kemi dhënë Zotit. Dhe gjitha ajo ushtri u pendua dhe ja kthyn pasurinë. Dhe pati dietar për i grupit e hajdutëve që dolën të penduar. U penduan, studiuan, hulumtuan dhe ngriten në nivelin më të lartë diturisë. Vetëm për këtij gjesti. Një zemër e sinqert, po dëgjoj. Besom në turneun që kam fol në intervistën më përpara. Sa lot kriminalesh i kam pa në sytë e tyre në turneun që kam ndërmarrë për troje shqiptare. Sa lot kriminalesh i kam pa në sytë e tyre. Sa për tyre janë tërheq, falë Zotit. Kur e ushqen me edukat. Sa vajzat e devijuar moral, të e them me shumë dhimbje. Që Zoti i deshi që pas Ramazanit t'i lën shitjen e nderit vet. Për këtë ju bëfsha kurban Zotit dhe i qof falendrimi përjetësisht. Një nismë sinqert, një njeri
i sinqert, shpëton një popull. Prandaj, Është e vërtetë kjo? e kam Zotin dëshmitar për këtë që po them. Jo, e qartë ta besoj. Pa është e vërtetë që Një njeri, një nisme e sinqert, ama e sinqert, shpëton një popull. Një tregtar është bërë sebeb për Indonezin, që të ndryshoj historia e atij shteti. Lene ma një njeri i sinqert, që të udhëtoj fshat me fshat dhe qytet me qytet dhe der me der, duke edukuar, duke shpendar dijen, duke shpendar jo dijen me oqu një bibliotek, jo edukatën me oqu 1000 libra për edukatën, por me nis duke u folur sipas mendësive, çobanit si çoban, mësuesi si mësues, inxhinieri si inxhinier, kriminalit me gjuhën e tij. Më trego pak të një fabull shkurtër, për këtë ishte shumë e bukur kjo për tregtarin që ka ndryshuar gjendjen e popullit që ka shpëtuar Indonezinë. Po, Indonezia kanë qenë edhe paganë edhe kështu besimeve të pretenduara po pa praktikuara. Do kanë qenë besime tjera. Edhe nuk është se kanë pas një kulturë. Shkon një tregtar arab dhe hap biznes atje në Indonezi. Në çfarë vitesh bëhet fjalë? Ka shekuj më përpara, po tash sakt ju kërkoj ndjes. Okej. Pa problem fare. Ai tregtar, ku kanë shku tregtarët, e para gjë, kanë hap faltoret, po në faltore, që i thojnë xhami, po thojmë na, po unë kam qef mi thanë veni i faltoria, tempulli i besimit. Në ato faltore, në ato tempull i besimit që kanë hap, ka qenë edhe vendi i shkollës, shkollë, për nxënësit, për njerëzit. Kur e ka hap, anim se si ka shku askush, ka qenë pjesa për të shkollu, më kupton drejt? Pjesa kabineti i mësimit, i arsimit. Dhe ai ka shit për shembull rroba me 10 euro copen. Një ditë për ditë ka ik nga dyqani dhe i ka thonë, ja ka lënë amanet shërbëtorit ti që të shesin. Ai nuk i ka shit 10 euro, po thot me gjuhën e sotit, po i ka shit ka 100 euro. Shtënjt. Ashtë këthy nga puna që ka pas, nga angazhimi që ka pas, thot, si vajti puna, thot, kështu, i kom shit me këto çmime. E tha, vërtetën që i Po, vërtetën e tha. Tha shpejt lajmëroj gjithë ata që kanë bler, të kthehen dhe të marrin kusurin të kun. Ti këshit ma shtajt se kanë çmimin dhe kthehen. Kjo i bjen në vesh popullit, mbretit popullit, dhe prej tek mbreti, dhe gjithë populli kanë marrë komplet rrjedh tjetër të historisë andaluse. Vetëm nga ky gjest. Një vepër shemb 1000 fjalë. Prandaj bie përgjegjësia mbi mësuesit e mirë, mbi teologët e mirë, mbi besimtarët e ditur të shkolluar që të vazhdojnë misionin e shpërndarjes së edukatës tek njerëzit. Dhe ta marrin prej zvërteti, e them te pjesa e teologëve që quhen hoxhallar. Edhe tek priftërin. Po ju drejtohem atyre që i përkasin fesë time. Kur të shihni dikë që merr nisma, nëse nuk mund të ndihmon, atëherë mos u bëj thik ngulës pas shpine, siç jeni bërë disa për ju deri sot. Njerëz që e përdorni atë kartonin për të përqarë edhe për zbatuar projekte që nuk janë prej miqve të shqiptarisë, por janë prej armiqve të shqiptarisë. Prandaj keni kujdes të ndërtoni grupe që punojnë sa më shumë, siç ishin ai grupi i Ferizajt. Në pikun e Vapës, një grup nga të rinjt e Ferizajt, besimtar, dhuronin shishe me ujë të eturve. A nuk është edukat kjo? Në Ferizaj
besimtarët e Ferizajt dhuronin shishe me ujë të eturve. Pa dallim feje ka një ideje, uj, don ujaj, merre shishe, dhurat. Bëjni vepra dhe juve. E unë bashkë me juve kontribojmë që t'i hapet shkolla ati në fshatat më thellat Mujdites, ati në majet Dugagjinit, t'i jepet mundësia. E jo bla 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 bla. Kot, fare. Nuk ka thënë sekretin Eltoni thot se do ta kishin hedhur nga pallati si aksident. Po. Se kom thënë sekretin nuk e thamë, se thamë askuj sekretin, edhe ty me ma thënë një fjallë sekretin, kur se thamë. Kur nuk e thamë. Ani, letjet hajdut e i person. Për me eduku është njëna për i këtyne forma është mbajtja e sekretit. Edhe përballë kriminalit. Se unë predikoj shumë të kriminalat. Shkon flet atje do. Shkon dhe ju flas. Ju maj ligjerata islame. Për këtë, adje kam zotin dëshmitar. Nëse ka qenë pjesë e Iluminatit, do ta kishin vrarë deri tani thotë. Jo, nuk do më kishin vrarë, se e thash më përpara, nuk sekretin e shenjtroi. Rë bespre mjetet, më quaj si të duash, kjo nuk është se unë e them se dua thot, por them se ashtu e ndjej se je, pasi që në Iluminati që je e deri në karakteri jo thot. Janë zero, por dhe jeni kancer toksik për masën. Vdekshi sa më shpejt, më mirë do jetot. Jo për ne, po për botën. Njerëz me probleme mendore, psiqike, njerëz që nuk din se zhbejnë vetëm se kur mallkojnë edhe shajnë, kur nise mallkon në shajnë njeriu, do thotë që s'ke nivel gjëna tjetër vetëm se hajt ma. Deri në një moment mendoja se ishe normal dhe po thoshe të vërteta. Që nga to, e di. Por, ta lecim për masën, për gjithë që në ndjekin. Por kur tha presidenti Trump me U dhe jo me A, aty u kuptua që është i sëmur. Tani më thot mu, mos u tall me këto o gazetar thot se gjuna, ka nevojë për shërbime sociale thot. Po ta kam thënë edhe në koment, është normale që me më rrëshit gjua, se njerëz jena. Ka shumë njerëz që thënë me U. Trump, unë tash kishim folë goxha, po më rrëshiti nga goja, pa dashje, jo se i tham U. Trump i tham edhe unë, po uja më rrëshiti. Ka shumë njerëz që edhe Musk. Elon Musk i thënë Elon Musk, ka shumë njerëz në. Ora më rrëshiti nga goja, po rrëshiti nga goja normale me një bisedë me të rrëshit nga goja. Ka mujt Altini me bazë teknologjisë tash të fundit me ndryshu, ndoshta, po s'ka dash, nuk ka bën ndërhyrje, ka bën mirë. Jo, s'ka më ne jena shumë kështu. Fare transparent. Fare transparent, atë po thoshin deri tani. Shkoni dhe bën ndonjë punë, thotë mos bëni lloqe njerëz parazitët. Po tash ti nuk e din se është punë vete, puna që bën Altini. Është mision dhe kontribut në vete. Po ti nuk e din se është kontribut, mundohem të bëj kontribut. Nuk e di a e kam arritë kontributi, po edhe unë qëllimin e kam që të kontriboj. Inshallah, ja kam arritë me qenë kontributor. Ai që s'ka ardhur kot në Tiranë, ai forti e ka për Pilincin. Ati i thot love you thot. Pra ai forti që ke thonë As edhe një herë, ai forti, ai koka e botës nuk flet këso. Nuk është Pilinçi pra ai koka e botës. Po jo, ba çfarë Pilinçi. Aman të lutem bre. Aman të lutem bre. Jo, kështu thot koment, po s'ka shanse se tash jo më burr. Nuk ka lidhje fare, je i sigurt për të? Mos do ta marrësh fshehtë do të. Po jo, mos shpirti vllajt. Jo, s'ka lidhje me sekretin. Po çfarë sekreti? Unë thash përshëndes Tanin, që e dua shumë, para 2-3 javësh ma tregoj se jam se kam njohur fare se kam kështu. Mos do të thosh i kamufluar të shfaqen ndryshe ty edhe për botën. Po jo Marxhan, jo. Mos është ai Mesia i thënë që pret të bota, jo vetëm Shqipëria. Ka lidhje me Mesiun ky as. Unë po them, kam informacione, po nuk ju besoj derisa të vinë ato të saktat përmes burimeve që janë. Po kush ka sjellë të Pilinçin? Do marrësh informacion ta bëjmë një emision herë tjetër?
nuk Pse? Është pa ish I paprekshëm. nuk është I paprekshëm, po Apo duhet diçka kështu. nuk kam qenë flas hapur për ta. Për çfarë arsye? Janë dy arsye, po se si Do thënë. të thush? Jo. Ishim mirë pa Pirinci. okay. Të lutem. Jo, më unë Ishim mirë pa të mërbur. Vlerësoj Po komendet e njerëzve. ishim mirë pa të. Janë komendet e njerëzve. Se unë kam informacione edhe të rrezikshme edhe të për rreth ti. E tash mi tregu tamam, nuk mund se I hin hak. A kuptove drejt? Respekte për zotërinë më pëlqen shumë si person, por një gjë nuk e kuptoj. Pse përmend katundarët gjithmonë kur duan të krahasojnë me ignorancën? Në Shqipëri, popullsia më e vuajtur qoftë në diktaturë dhe tani janë më të vuajturit. Dhe gjithashtu, shumë poetë dhe dietarë janë nga rrethinat, qoftë nga fshatrat, qoftë nga malësia e Shqipërisë. Duhet shikuar pak konotacioni që jepet fjalës katundar, sepse reprezenton një popull që akoma është prezent ndjes dhe që nuk është edhe popullsi imagjinare. Edhe sikur të jenë të paditur katundar, nuk duhen ofenduar me këtë mënyrë. Ju lutem, diskutoni këtë temë me zotërinë sepse më duke njeri me shumë dituri, e ka për ty, respekte për emisionin dhe zotërinë e ftuar sepse jep shumë dituri nga eksperiencat e tij të jetës. Faleminderit shumë, thot. Ky është ata njerëz që ndjes, që e paska ndjeku gjithë bisedën, paska marrë atë çka duhet. E para të dua fort, edhe unë jam prej fshatit, madje prej fshatit Kostur të rrethit Has. Unë nuk ishava në kuptimin, nuk I thash në kuptimin për fshatarë, se fshatarë jam vetë si lokacione, si pozicione tjera. Jo si pozicione, se fshatarë ka qenë drejtori Agolli, më falni për mos e shqiptimin e mirë, fshatarë ka qenë Robert Burns, fshatarë ka qenë Hoxha Tasim, shkencëtar I fizikës, e shumë dietarë të tjerë, nuk e pata për fshatarë, e pata për ata që në për fshatra I lanë anash. Pra për ata tipa që në gjithë fshatrat e Shqipërisë lihen anash, se fshatrat janë njerëzit më të mirë të kombit. Njerëzit më bujarë të kombit. Mirë po, ata njerëz që I lihen anash, qoftë në fshatin tim, se ja vlen. E qoftë në fshatra tjera, po flas për atë të lloj njeriu. Se në fshatra, në odat e burrave nuk ka qenë tradit e shara, ofendimi, injorimi I tjetrit. Pa e njohur, pa e ditur se kush është njeri I vërtet. Kjo është unë të dua shumë dhe të kërkoj ndjes nëse jeni keq. Po, por se ke pas për qëllimet. Ka dhe banor në qytet, se ka qytetar për banor në qytet, apo jo? Po. Ka qytetar të qytetruar, po ka qytetruar edhe në shpella, po ka banor në qytet, që nuk I ka me gjën për I vlerëve tjera, vetëm se unë jam prej Korçara, jam Shkodrana, jam Gjakovara. Anë vërtet ai është I prapambetur dhe është mesjetar edhe në vepër, edhe në mendin e tina, sepse duke parë se kush ka qenë gjyshi vetë s'ka bërë asgjë. Edhe ofendon fshataret. Këtë tham edhe unë. Po vlla. Njerëz që janë ringjallur shumë, thot, dikur para shumë shekujsh, ndigjeshin se ishin të padëshiruar për shoqërinë. E atëherë, ai emër që sapo përmendet nuk na tregon asgjë, I panjohur dhe duket I palexuar, pa interes se unë po kaloj një jetë të thjesht e patitur, thot. Nuk e di për kë e ka. Unë personalisht po si vuri emër, si qysh, tek, nuk di me të dhënë përgjigje. Kështu që më fal për ignorancën. Merë me vete këtë shokun tënd, ryqe thot se prandaj të kaftuar në mision. S'ka si ta thot të bëhet edhe ky më dhum I natin se ka ngel duke hequr pantallona për klikime. To I kam me mua më duket. Po mos kam hequr pantallona për klikime, o shpirt. Apo e kam me ty? Me mua ka. Pse ke hequr pantallonat? Jo, si kam hequr pantallonat, po ku di unë. Është I histori e caktuar që histori?
Është një histori që nuk duhet ta them live. Nuk duhet ta them. Po mund ta them. Që kanë ndjekur si rregull, jo ti, domethënë. Pas kanë ndjekur edhe Po të tjera. më kanë ndjekur edhe radhë të tjera, por që ka qenë një bisedë me një person që unë kam po tham hapur, unë kam menduar që e dashuroj, ajo ka qenë e infiltruara. Vajzë. Po vajzë. E infiltruara nga a të them emrat apo më mirë mos e them emrat. Thuaj. Nga një pretendent për kandidat për deputet në Has dhe nga një X kryetar bashkie. Do thënë nga një ish kryetar dhe kryetar që me të shkuaret me ishet po flas, më kanë pas rival të rrezikshëm për kandidim për deputet në Has. Si kundërshtar, oponent. Po pra. Edhe sot më shohin si të rrezikshëm. Njëna prej metodave që kanë zgjedh, kanë pagu një femër dhe kanë pas biseda intime në WhatsApp me ta, dhe kështu që ajo bisedë intime ka kalu diku tjetër dhe e kanë bërë si video skandal. Po nuk më bën asgjë tjetër, vetëm se mi kanë shtu një... Njeriu i dobët është shenjë... Po jo më i dobët, unë e quj jo. Unë prapë unë e them kështu. Ata kam mendu që e dua dhe e kam dasht. Dhe kam pas mendime serioze me ta. Ashtu, ë? Po mërë po kam pas mendime serioze me ta. Unë personalisht... Po ajo? Ajo ka qenë e paguar nga... Jo, do të thënë, si sillte me ty deri në kohën që ti e kupton se ndodhi ka qenë kohë e shkurt. U sillte mirë? Absolutisht, po, Allegro, e tjerë, pra kjo është. Ka qenë dhënë dhe ajo pas teje, domethënë. Jo dhënë, e paguar për të më... Në rregull, misioni e saj është ajo se çka ndodhi mbrapa që ti e zbulove. Mbrapa... Gjatë gjithë kohës kur ti e njohe dhe qëndroje me to si fisje... Nuk, ka qenë jo virale më shumë. Virtuale. Po thëmë virtuale. Po. Kjo ka qenë e gjitha. Kështu që... Sa kohë ka qenë kjo njohje? E shkurtër. Mirë po, ta them thelbin. Unë nuk e përjashtoj veten nga gabimet. Pra, unë nuk bëj veprime në live, edhe kur nxehem në live-et e mia, ruhem mos me jetë e pru. Ajo ka qenë bisedë intime, private, që mund bëj me X të dashur që është në politikë sot. Po. A ke parasysh? Që ke pas dashur? E kam të dashur në time që është në politikë. Që shpresoj kam qëllime serioze me ta dhe shpresoj të martesem me ta në një kohë. Është sot në parlament? Ka është në parlament. Është në parlament? Është në parlament. Është edhe e përshëndes e dua shumë. Ta përshëndes unë? E përshëndet edhe ti. Përshëndes edhe. Kështu që Eltoni të dashur. E shumë e dashuroj të mërësisht. Kështu që ka qenë bisedë private, bisedat ku ka dashuri, domethënë është tjetër, por kam një jetë private timen që është e shejt që e kanë shkelat shenjtëri, një ish pretendent dhe një pretendent për të kandiduar si deputet në Has, kandidim të cilin as nuk pat shansë me marrë dhe nuk do ta marrin kurrë. Kurrë s'do ta marrin. PSD. PS-ja më shumë. Duke parë shoqërinë time me Erion Veliun, ka qenë Erion Veliu ende pa arrestu, ka pas frikë se mos ashtu, ka pagohu atë femrën, pagohu edhe disa kriminal të TikTok-ut tjerë, që në mënyrë që të mundohen të mbaltosin, pra kanë ardhur dhe çështjet intime, domethënë që sot më bëjnë shumë të kujdesshëm në marrëdhëniet që i kam në njerëzit. Kjo është historia që nuk e kam për turp me tregu. Në pyetje tjetër? A jeni në rregull? Elton, të falenderoj shumë. Edhe unë të falenderoj. Ishte kënaqësi. Unë shijova shumë gjithë bisedën, duket e gjatë. Do doja që këtë praktikën e komenteve, po jo të jem personale. Kushdo është i lirë të na dëgjojë, kushdo mund të futet një derë tjetër, jeni të lirë. Gjithsesi, ata që na kuptojnë dhe mundohemi të jemi sa më afër, nëse keni pyetje që ju shërbejnë, ose ju heqin ato dilemat e juve, ose ju ndihmojnë, nuk kemi askush për të zgjidhur, nuk kemi ata që do japni edhe përgjigjen eksakte, por një qendrim tjetër, një këndvështrim tjetër nga njëri që ka lexuar, që është afër dijes edhe gjithmonë është i jetur për të mësuar, për të lexuar. Do ta kemi fatin, mirësinë të dëgjojmë gjëra që
këtë kohë ta shfrytëzojmë në të mirë dhe në dobi të përmirësimit të jetës tonë, se fundi apo pastaj gjithsesi nga ne është ai që vendos dhe për veten e tij. Eltoni këtu mund të flasë shumë gjëra, unë mund të them shumë gjëra këtu, por prapë nesër unë jam përgjegjës për gjërat që bëj dhe jam për mua. Dhe ato siç ka bën Eltoni janë për Eltonin, gjithsecili e ka defterin e vet, fletorin e vet, mban shënimet e veta, shkruan lapsi i tij, por hajtë të përmirësojmë dhe të marrim, të dëgjojmë diçka që është në dobi të asaj se çka është ky film i shkurtër ose ky udhëtim i shkurtër që duket i gjatë, por momenti kur shkon atje në fund thua sa shpejt iku dhe të kemi edhe një ditë bëj diçka më shumë. Edhe diçka për të shënë që ai Për ta mbyllur. Për ta mbyllur. Një i pjesë edhe për këtij komenti që u bë fundit, që se pritet që do lezosh, po nëse Ne kena thënë po fiks, transparent. Kërkojnë diën nëse unë je shumë i nderuar, po është një rapsod i moshës time, pak gjë më i madh ose më i vogël, që ishte i përfshirë në këtë skandal. E përdorën për të më dëmtuar. Dhe i njëjti rapsod në thojza, erdhi nga jashtë shteti për të më takuar në Shqipëri, sepse Elton Johnin tash e deshem apo nuk e deshem, ka qenë prej tiktokerave më me ndikim në Shqipëri. Vjen me më taku edhe e nderoj dhe e respektoj për ta eduku. Që më prekin gjana që nuk bën mu prek. Ti prapë prite. E prita, e nderova se ishte dorë e këtyre kandidatëve, e këtyre pretendentëve për të më baltosur. E kam nderu, e kam respektu, gjithmonë nuk e kam më fëndu haptas, as fshetas, edhe në live që bëja me ta, e respektoj edhe nderoja, derisa u tërhoq nga rrjetet sociale. U tërhoq? U tërhoq vetë nga turpi. U tërhoq nga turpi. Dhe mirëditor është. Po vetëm emri nuk ja thanë. Çfarë do të thojë me këtë? Që do të thojë si falini njerëzit për aty ku u tradhtojnë, se edhe falja është edukat në vetë. Dhe shumë i vlerësuar, nderuar, nëse do kemi komente serioze, gjëra me vlera që ta zgjerojmë atë diapazionin e vlerave dhe të diturisë. Në respekt, ju duam shumë. Ju përshëndesim, t'jeni mirë.